Territori i Kosovës për datën 16 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme me mod të kthjellët dhe kalime vranësirash të lehta në disa zona të izoluara gjatë pasdites. Paraditja do të jetë me kthjellime të dukshme, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në zonat qendrore dhe veriore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 19 gradë Celsius në jugperëndim të Kosovës. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 16 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 16 nëntor do të jetë në orën 6:21, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovicë 6 deri në 16 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj 5 deri në 16 gradë Celsius. Pej 7 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 15 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 19 gradë Celsius. Malishev 7 deri në 16 gradë Celsius. Gjilan 5 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 17 gradë Celsius. Suhare 8 deri në 17 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 18 gradë Celsius.